Po shpërndahen materialin zgjedhor ku bëjnë pjesë edhe fletvotimet për raundin e parë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe të zgjedhjeve për kuvendet komunale janë shtypur mbi 3.6 milion fletvotime. Sipas planifikimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shpërndan materialin zgjedhor ku bëjnë pjesë edhe fletvotimet, të cilat do të përdoren në procesin e votimit më 12 tetor. Këto materiale zgjedhore do të vendosen në qendrat komunale të numërimit, të cilat pra janë në çdo komunë të vendit dhe nga aty të dielën në mëngjes do të shpërndahen në qendrat të votimit. Në bazë të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për raundin e parë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe të zgjedhjeve për kuvendet komunale janë shtypur mbi 3.6 milion fletvotime nga 1.8 milion për secilin lloj të zgjedhjeve.